Mirë mbrëma shikues të nderuar, sonde e kemi të ftuar një intelektuale, një patriote, një shkrimtare, një psikologe, që për vitet e tana ka kontribu në shoqërinë tonë. Unë kam për të provu në emisionin tim me sjellë dhe figura që nuk janë shumë publike, po që në shoqërinë tonë kanë dhënë kontribut të pashoq. E të unë edhe të gjithë shoqëria kosovare e qebesa edhe shqiptare, menoj që duhet të zë vend të veçantë nëna tona, motra tona, ato që kanë dhënë shumë, e kanë kontribu shumë, që ne sot t'jemi këtu ku jemi. Sonde e kam të ftuar Makbule Krasniqi Novosela. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Për mua është ndere kënaqësi dhe në vijim do t'i shpalosim disa gjëra shumë interesante për mu, po edhe për librin, edhe për veprën, edhe punët e cilat i ke bërë gjatë karrierës sate. Faleminderit e kënaqësi shumë që erdhe. Faleminderit. Makbule Krasniqi Novosela është një intelektuale nga Prishtina, antare e një familje e cila quhet Novosela dhe autore e librit Mu kthefshit faqebardh, për të cilën do të flasim në vijim. Zonja Makbule, mirë se erdhe dhe njerë, për mua është kënaqësi. Mirë se u gjeta. Kur nalesh edhe e sheh vërtet një libër voluminoz dhe pesho edhe përmbajtjen pas një pune shumë vjeçare në shëndetësi dhe tani si një psikologe e përkushtuar na vjen si autore e një libri të veçantë, Mu kthefshit faqebardh, kushtuar një nënë të njohur për shembullin e rrallë jetësor të saj që është pikërisht nëna Naile. Ky libër mban peshën e viteve të rënda për shqiptarët, ku edhe gratë si nëna Naile kanë dhënë kontributin e tyre dhe nuk duhet harruar asnjëherë. Një grua dhe nënë rrallë me forcë dhe mençuri që u bëri ballë atyre viteve. Qysh lindi ideja me bë këtë libër? Se kogja duhet me shkru? Idenë për librin e kom pas moti, më herët. So ka që nana gjallë, i pa ta thonë, nan, është mirë me shkru një libër për ty, për mundin, për sakrificën, për kontributin, dhe ka me do një libër shumë e mirë. Por ajo atëherë tha, jo. Jo. Tash tha, shkruj për këto nana, cilat po i qojnë djelët ushtar, edhe mas 3-4 mujve, po ju vinë të mëtë në përsanaka. Për cilën periudhë po flet? Po kjo ka qenë, do me thonë, para 40 viteve. Para 40 viteve? 40-50 viteve. 50. Ashtu ndodhë? 40-50 viteve. Kështë po. Për qatë kohë kishë e prënë një djallë kojshive, i cili kishë ku para 4 mujve në ushtar, edhe kishin mytë, edhe kishin pru me sanak. Aj sanak, për parafityrot edhe tash, ka qenë i mbyllën me lastra, hermetikisht, e prënë policia, milicia, e shtinë në bërë, edhe nana e ti nuk mujti as ftyrën mja pa. Qatë shpejt e prunën edhe e morën e qunë me vorozë, so që s'pat mundësi aty asë familjarët e gjanë, familja e gjanë me ardhë mja për cilë djallin me vorozë. Që thuhet ka na mira për ftyre? Po, kështu që nona Naile atëherë tha që do në më shkru, tha shkruj për këtë nana, se nuk ndodhë këni rast, ndodhë të shumë. I që ishin në shtarë se ishin detyru me që, për ju ktheshin sanak. E për mu, shkruni mas i ndrojet unë. Mirë, me që e nisëm... Edhe atëherë do të keni bëllë që ka me shkru për mu. Edhe kohën e me aftushme. Ashtu ndodhi. Pak me vones, por më mirë dikur se kur. Okej. Me që jemi edhe të botimi i librit Mu kthefshit faqebardh, edhe e fillum duke tregu për
kontributin në nënës Naile. Na shpjegoni pak ma gjën. Domethënë, kush ishte nëna Naile? Nëna Naile ka qenë një nanë, një gru, një femër shqiptare, e cila gjithë jetën e saj punoj, kontriboj, i përkrahi djelt e saj dhe gjithë shokët e tyre, të cilët punonin dhe vepronin për çështjen kombëtare, për bashkimin e shqiptarëve dhe bashkimin me nënën Shqipëri. Shtëpia e nënës Naile ka qenë e hapur ditë edhe natë për veprimtarët e asaj kohe, cilët punonin dhe vepronin ilegalisht gjatë atyre viteve të rënda që i kalon te Kosova. Nëna Naile ka qenë një patriote besnike. Mirë, kjo ideja për shembull sepse edhe kjo puna patriotizmit kultivohet, nuk ndodh ad hoc, nuk ndodh aty për aty. Nëna Naile me origjinë ka qenë që Nëna Naile ka mujt potencialisht të frymëzohet për tënkit patriotizëm. Nëna Naile, ndoshta nga ngjarjet të cilat i kishin ndodhur asaj kur ka qenë e re dhe ja pushkatojnë migjen e saj bashkë me shok, cilën pushkatim e përjeton shumë rënd. Kjo prezent aty. Po, ajo ka qenë Po të prezent në 17 vjeçare. Po, edhe ka jetuar në përbashkësi. Po, ashiqare. Po. Në Kallabllak i madh. Po, kështu që edhe kjo e përjeton krejt ato. Përjeton rënd. Masi martohet nëna Naile, shkon në martohet për babën tem Ismailin, në familjen Maxhuni në Novosel, në fshatin Novosel, edhe aty përjetojnë ngjarje shumë të rënda. Vazhdan, domethënë. Vazhdan. Dikuj zullumi si dohet kur. Po. E shkruar me çfarë? Tash, në atë kohë vinë Gjandarmeria e Serbisë dhe hinë në përfshat, dhe hinë në shtëpinë e gjyshit tem, edhe ju thojnë, ju keni me mush krejt hamaret me grun që ka kam përnuton verën, keni me i mush thast, me qitë në kërë, edhe me i pru në Vështre. Vështria ka qenë ofër, edhe sot është ofër me Novosela. Po. Ata i mushin, i pregaditin edhe tash thot, qysh me qu? Kush mi dërgu të veni? Po, ata thojnë, gjyshit tem i thojnë, jo, hajdeni, birni deri në Vështre, atje ka kush me shkarku, edhe këtheni e merrni kerët, me kual edhe i birni të shtëpia. Sepse ata kanë pos me punu apet me ato kerë, me ata kual, ka qenë kohë e rëndë atëherë. Ato e kanë të vetmet mjetët punës në atë kohë? Po. Shumë pak ka pas dikush teknologji ma të rëndë që bje fjalla traktora po diçka. Kryesisht kafshët janë shfrytzu për punë. Kështu që, thojnë vllau i babës tem, Gjaferi dhe djali i migjes, Osmani, ata dy djemët e vllaznive, kanë jetu bashkë me në shtëpi. Thojnë, po shkojnë ana. Ata shumë të ri, po thojnë, shkojmë edhe kthejmë njëherë. Gjysh jam ju besan atyne. Thot, mirë. Kthehen, edhe çka ndodh aty? Ata djem, jo veç ata, edhe disa të tjerë, i marrin edhe nuk i nalin në Vështre, por vazhdojnë. Për ku vazhdojnë, ata e din. Kur njët ma nuk dihet për fatin e tyne, kur ata ma nuk kthehen në shtëpinë tonë. A i kanë vra me njëherë. A i kanë vra rrugës, a i kanë që Serbi, i kanë mytë atje. Qka ka ndodhë me ta nuk e di. Tën i jetën, familja i jonë, ka jetun pritje, apo vinë sët, apo vinë nesër. Dhe ata nuk janë këthyr kur. A lidhet këtë titulli më këtë e fshit faqe bardh? Nuk lidhet, nuk lidhet. A dihet, po. Dhe shta është të mbaraj? Po, pa tjetër. Gjyshi jam, u plak, u vjetru në pritje djemve. Kur u bëj këtë tërë, shfide ke mramja, ju thejke, qko qile derën e oborit, pa arrani për lenim shel, se mës po vinë djeltë natën, e le të dera qele oborit.
Që do më thonë, dhe se o ka ndru jetë, ai i ka prit djemë që po këthejnë, ata nuk janë këthy kur. Kështu që nga kjo ngjarje dhe nga shumë ngjarje tjera, familja jonë është anëmiqësu heret me Serbinë edhe me okupatorin serb. Të më thonë, heret jeni prish me ta. Heret jena prish me ta. Edhe ma kur në req me ta jo. Edhe kur mos jena ndreq, kur. Edhe që beza bëll mirë keni bo. Se mirë për tyne nuk u prit, kështu që menaj që keni bo një punë të jashtëzakonshme. Me që jemi të kjo ngjarje, përveç dy anëtarëve të familjes, a dihet në sa bura jenë marë në atë kohë për afërsisht që si jenë këthyma, kur i kanë thirë me që drithin në vështëve? Po, me bashkëtaksisht thonë është nuk e di. Po, janë shku, edhe krejt tri kanë qenë. Krejt tri? Krejt tri të fshatit to. Nashta ideja është që i kanë qu matri për shkakun që si u bojnë kur gjë se po... Ata ju kanë thonë se këta i shkarkon tjetër kushtast me gruna tje, dhe këta këthejnë të shtëpia me njerë, dhe këta ju kanë besu. Ndodhë që pakam që... A ka pos besë shkohu? E vërtet është që gjithë ka qeni pa besë dhe si tjilë dhe të mbetit. Jo, po menoj që logjika zakonisht për me kalun ashta malet i kanë që pak matri për shkakun që mos po të regojnë pak empati, po thëmë, në thojza për matri, sepse me shku këta që jenë pak ma bura në kuptimin e moshës. Kështu që në vitin 1000, ma vonë, vitin 1951, ka qenë koha e shprëngullis shqiptarëve për në Turki. Kjo më interesant. Tash, doja i babës tem, të më thonë Osman Grajqevci, ata vinë ma herët në Prishtinë. Dhe i thojnë babës tem, Ismail, hajde blejë një shpi këto, se një familje, ofër neve, njën bogati me shku në Turki, i kanë lidhë boshqet. Veç po presin me shqit shpinë, me marë paret edhe monisë. Kështu që prënte mi vendosin atë ko edhe vinë në e blejnë atë shpi, ku në cilë shpi kemi jetu gjithmonë edhe sot e jemi në atë vend. Në atë ko, thash edhe më heret, shqiptarët jenë shprëngull me të madhe, se këta kanë pas shpinë ofër qendrës. Aty ka pas edhe familje që nuk janë shku, nuk janë shprëngull, nuk kanë desh në shku Kosovër, për shemull, dojtë mi, familja Adem Demaqit, familja Ismail dhe Osman Dumoshit, familja Ibrahim Gashit, ka pas edhe familje tjera që nuk kanë desh me nejt aty. Me që jemi të e ko, po më intereson që shukon joshja, qka u kon me që e lidhe, sepse edhe atër ka qenë një loj egzoti, qa u konë joshtja, pse u dashke me shku, ose qka ish oferta që i joshke për me shku për Turqi? A kishte dhuna, a kishte represion? Ajo ka qenë dhuna qaq e madhe në atë ko. Dhunë fizike, apo? Për shemë, na e kemi një vend qujtur Strelishte, është ofër shpishton, është ofër Tokbashës. Edhe Strelishte është qujtë, se në gjuhën sërbe është Strelanje. Strelanje do të vrasje. Aty i kanë marë burat natën, i kanë qu, i kanë vra, edhe sot ditë kur për ta mo. Do të thonë kanë pas maltretim, deri në fund, edhe ata jënë detyru kanë thonë shkojmë, venë musliman, nizëm, dyrt, kufit janë hapë, edhe shumë nga shqiptarët në atë ko janë shku në Turqi. Po ka pas edhe tjerë që I kanë rezistu asaj edhe kanë qëndru stoik në trojet e tyre, si bje fjalla, jo, kemi ardhë nga Novosela. Aty ofër e kemi pas, dëmën kur kanë orë prin tonë, se unë e kom linë në Prishtinë, kanë orë më heret, i kanë pas kojshi familjen Adem Demaqit. Me cilën familje, print e mi, kanë kalu shumë mirë. E se Adem Demaqi ka jetu në Prishtinë? Po, Adem Demaqi ka linë në Prishtinë. A ka linë në Prishtinë? Ta printe mi, kur janë në Prishtinë, ata kanë qenë shpe. Edhe veç një shpi e kanë mes edhe kemi qenë, edhe sot jemi, kujshi me familjen Adem Demaqit. Nona ime edhe nona nazive
kanë qenë shoqe shumë të mira. Nëna Nazife ka qenë Ka qenë nana e Adem Demaçit. Okej. Në vitin 1958, kur e burgosin djalin e nanës Nazife, Adem Demaçi ishte veprimtar dhe tash është heroi ynë kombëtar. Adem Demaçi dënohet me 5 vite burg. Me 5 vite burg. Me 5 vite burg. Fillimisht. Edhe iman, fillimisht. Dhe në vitin 1958, nona Naile, gjatë atyne viteve, i rrinë shumë afër familje, printemi, baba, nana, gjithë, i rinë afër familjes së Adem Demaçit. Do të thonë nana edhe Inxha Nazife kanë qenë gjithmonë bashkë, kanë qenë kojshike. Masi lirimit të veprimtarit ton Adem Demaçit nga burgu, në vitin 1964, Adem Demaçi e formon organizatën Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve. Në këtë organizat kyqen djem, burra, jo veç nga Prishtina, por nga gjitha anët e Kosovës. Aty kyqen edhe pranon edhe vllaznit e mi, djelët e nonës Naile, Sabriu edhe Selatini. Mas një kohë, organizata zbulohet, se shpiuna shqiptarë thatë kësit kam pas gjithë, po kemi edhe sot. Pas tonë Hitleri, këtë dyjene kërkova, kon shpihun papare s'kum gjithë, pas shqiptarë t'i kum gjithë shpihuna papare. Unë e konsë jam aty se dhe Hitlerin se kam, po laf kom një, e laf po t'kam zë. Tash organizata zbulohet, nga dikosht, edhe sot po jekëm për aty në shpihunave, edhe që ka ndodhë? Vin udhëbaja dhe i marrin të gjithë ata veprimtarë cilët ishin kyç në këtë organizatë. Adem Demaçi. Edhe krejt grupin të cilë... Edhe i shtin burg. Por tash, mas i mshelin, krejt i marrin, ata i denojnë me nga shumë vite burg. Të gjithë. Pjesë e grupit ishin edhe vlezrit. Po, vllaznit e mi. Ishin dytë, apo... Jo, dytë. Sabriu edhe Selatini. Selatini ka qenë më i ri, por edhe Selatini. E më falë, qëfar moshe bëhat fjallë? Do më Sabriu edhe Selatini, ideja për mjë bashku një levizje nacional qërimtare, qëfar moshe kanë pas në atë kohë? A kujtohet? Po tash me siguri... Sepse po du me bo një krasim me këto generatat e sotit... Po nështë 4-5 vjeç, se Sabriu. 24-5 vjeç, nuk ka qenë ma vjeç. 24-5 vjeç, tash lujnë konter. Shtë që në atë kohë i mshelin në burg dhe i denojnë me nga shumë vite burg. Të gjithë. Adem Demaçin e denojnë 15 vjetë. 15 vjetë. Sabriun e denojnë 9 vjetë. E të gjithë tjerë, 9 vjetë, 8 vjetë, 7 vjetë, 5 vjetë, por asë njës vjetë pa u denu. Mandej, i marrin, kur ja u jepin denimet, i qojnë në përgjitha, i shpërndajnë në përgjitha budget e Serbisë dhe të Jugoslavisë. Beograd i kanë, Niš i kanë, Požarevac i kanë, në për ato qytetet e Serbisë, ndërsa Sabriun, vllaun tim, me disa shokë ti, e qojnë me përmbajtjen e burgut, e qojnë në Kraci, në Rijek, në burgun fam keq të Goljotokut. Kështu që nga kjo kohë, nga kjo vetë, fillan dhuna psiqike dhe fizike e familjeve që i kishin djelë në përburgje, por edhe aty në familjeve cilët e përkranin organizatën Adem Demaçit, i përkranin burgoznit politik. Në onë Sabriu denu me 9 vjetë burg. Po. E Selatini? Selatini nuk o denu shumë se ka qenë i mitur. A i mitur. Pa i botet 18 vjetë. Pa i botet 18 vjetë. Dhe kështu, nga a i vetë... Sabriu i majti 9 vite burg. Sabriu i majti, mande ka qenë ramja e... Ndryshimi sistemit? Ndryshimi sistemit, edhe i ka majtë 5 vjetë burg. Me atëherë i ka majtë 5 vjetë burg. Kështu që, nga kjo vetë, vitin 1964, për nëna Naile, ma kur nuk unë nalën burgosjet e tjemve të saj. Dhe vazhdoj... Sabriu vazhdu gjatë gjithë jetës, deri sa nëna Naile ndroj jetë. Sabriu e majti burgun, u liru, e morën Selatinin, e denun 7 vjetë.
Sabriu e la nusën e re me fëmijë, me Ilirin e vogël, dhe e priti, që shprisin gratë tona. E murën Selatinin e denun 7 vjetë. 7 vjetë i majti, e latë fejumën, që na kemi qenë ka e bojmë dashtë, me marë nusën, për e mshelën. E priti nusja ati Elifja Këqekova. Shte nuk kanë qenë njoftë me ata, ndoshta jam po, pak, po 7 vjetë e priti e fejume. Masi e kryti burgun Selatini, na më njëherë, javën e parë u pregaditëm edhe e morëm nusën. Mandej, Sabrin e morën, kur e lirun Selatinin, e morën apet Sabrin. E kryti Sabria burgun, e morën apet Selatinin, e morën Bedrin, e morën Ilirin kur u rrët. 2 vjetë e gjys i ka majtë burg Iliri, i mitur. Mandej e morën edhe Bedrin. Bedria është vllau jemi vogël, për herën e dytë, kër e kanë marrë Bedrin, e kanë marrë me gjithë shok dhe i kanë dërgu në Leskovc, në një burg izolus, një izolim, ku qaq ka qenë maltretimi i madhë, sa që kur janë dalë, është shkru edhe liber për atë ko, për atë izolim. Nonës Naile, për me ju denu me nga shumë vite burg, djelët e saj ju kanë denu 9 herë. 9 herë? 9 herë janë ardhë milicia në shpe, marrja e djemve është bërë gjithmonë para mëngjesit. Herët? Prej orës 3 deri në 4, qaj kohë ka qenë, edhe gjithmonë të merë e ma të merë. Si jeta jonë, si jeta e neve shqiptarve, Po. Qka përjetën zemra një nënë, ku 9 herë i burgosën e i maltretohen Edhe i denohen. Edhe i denohen e i maltretohen deri në vdekje, fëmija... Për kanë thonë, kush ka ymër, ka jetë. E djelët e nonës Naile për fat kanë pas ymër edhe... Edhe kanë dhanë një kontribut të pashoq që ne sot jemi këtu ku jemi. Edhe kjo vërtet meriton fjallët më të mirat mëndshme, se për te i kësaj ne duhet të jemi mirë njës. Duhet të jemi mirë njës se falë sakrificës e njerëzve të cilët kanë qenë edhe dashës, menoj që sot jemi të lirë. Po. Edhe përveç që menoj, kjo është fakt i krym. Nëna Naile, kur i përcjell ke djelët për burg, natën para sabahit, ajo u kthejke edhe u mleshëm krejt, se u kualla ka të ke krej shpia, edhe asë një pikë lëtë nuk e qitë ke. Unë, nanës teme, lëtë në sy nuk i kom pa. Për cjelën, kur ja u bajke, se unë nërë kom qenë vajzë, kom qenë shpiteme. Ma vonë kur jo martu, i diçka shumë kom qëllu në ato momente, në ato raste kur... Në ato ndodhit. Në ato ndodhit. Edhe lutja e nonës Naile, kur ja mërshin djelët, të lidhën, me 40 polis për mrapa, ka qenë në dorë të Zotit kofshi djelët e mi, mu kthefshi me faqet bardhë. Në dorë të Zotit? Mu kthefshi me faqet bardhë. Pikresht, për këtë arsye, unë ja kom lënë librit emrin mu kthefshi faqet bardhë, sepse nona Naile ju ka lutë Zotit që djelët e saj të qenë dorë Zotit, por gjithsesi t'i kthejnë me faqet bardhë. Po, mos të ndodhë diçka, mos të ndodhë nga i rëshitje, nga dhuna, nga represioni i madhë, represioni sistematik që ka ndodhë, mos përshet në emër, ose... Po, edhe ajo lutja së taj, do me thonë gjithmonë... Shpirti është i amel, kur të vjen qëto edhe... Këta kanë qëndru, kështu që kanë qëndru mirë, nona Naile, gjithmonë, bashkë me nonën Nazife, sa tu kanë nejtë bashkë, se kanë pas shpijat shumë afer, edhe kanë qenë shumë shoqe. Nona Naile nuk është mërzit pëse pja marrin shumë djemët. Nuk ka kajtë. Aja gjithmonë e ka pas një farë krenarie, se vjen dita jonë. Edhe e qikës të vlaut, ja kalon emnin të Bedriut, qikës të vogël Bedriut, ja kalon emnin, nona, zakonisht emnat e fëmijëve i kalon nona, vjen dita jonë.
Vjen dita. Qika e ko emnin Vjen dita. Vjen dita. Vjen dita, sepse kur ja mershin djetë edhe u kthejke, edhe ishim në aty rreth saj krejt, ajo kish me thonë, inshallah janë dorë të Zotit, edhe vjen dita jonë. Vjen dita jonë. Vjen dita jonë, po gjithmonë me një krenari, se djetë të ne i kam për faqet Barnburg. Ajo nuk është për kul asë njëherë, kur njetën e saj. Me që jemi të libri, gjatë shkrimit të këti libri, a mundesh më naj ledzu ose më naj tregu naj pjesë, naj moment, naj rrëfem që ti e ke vequ? Po, kisha këtë libër, unë e kom organizu unë, me parathanje, cilin e kom shkru unë, me rrëfime dhe ngjarje, cilat nuk mi ka tregu askosh, për janë pjesëmarrje e aty në ngjarjeve. Po. Janë vetë pjesëmarrje aty në ngjarjeve. Dëshmitar okular. Dëshmitar okular. Mandej, këtu në libër, kanë pas mundësi me shkru edhe tjertë, motra, vllaznit, shokët e djemve, sepse ata shokët e djemve të nonës Naile kanë qenë edhe shokët e nonës Naile. Edhe ata kanë shkru, në më thonë këto është bërë një përmbledhje. Me shkrimet e atyne që kanë pas që kanë me shkru për nonën Naile. Edhe me tregu. Edhe me tregu. Mira, të shohem këtë... Une, kësha lizuve që pak me këj liber nuk mundet me jura në dorë krejtve. E marrin disa, por në emisionin e shohin krejt. Po, pa tjetër. Ndjej obligim t'i përmendi disa fjalë të patriotit, veprimtarit, shkrimtarit dhe poetit ton Zeqir Gërvalla, i cili tha: Nëna Naile nuk ishte vetëm nëna e bive dhe bive të saj, por ishte nëna e gjithë veprimtarve të asaj kohe, bujare, e dashur, e përkushtuar dhe që na deshti si bit e saj dhe e deshtëm si nënën tonë. Për nënën Naile, për ndihmën që i ja bëri lëvizjes, për qëndresën e saj, për vujtjet është pak të shkruen edhe romane të tëra. Këtë e ka thonë Zeqir Gërvalla. Ka qenë veprimtar, shok i vllazërve, shok i nonës Naile. Po, pa tjetër. Njëherit, patrioti, veprimtari, shkrimtari i njohur, Murtez Xhaj Nura, për emrin që e mban sot banja jonë, nëna Naile, dhe për pikturën e vendosur në hyrje të banjës, thot: Nëna Naile aty e ka vendin me plot merit, si ikon me emblem, rrëfyse, me vlerë që rrezaton mrekulli dhe mirësi. Ajo si që njihet me sakrificat e saj meriton një vend si legjend e gjallë. Kodi i saj është bujari e dritës, dashuri e pakufishme për brezat shqiptar të indeksit të ardhmërive. Zoti e bekoft nënën Naile. Lavdi edhe për punën edhe për veprën, në qofë se dënë edhe një pjesë. Po, profesor, doktor Jusuf Osmani. Po. Thët, nëna Naile ishte në nën e rallë, e fort, dhe e paluhatshme me qëndrimin burëror, për qëndresën e saj ja kishin lakmi shumë nëna kudo që e njehnin. Ajo u bë shembull qëndrese edhe për shumë nëna të veprimtarve tjerë adetar. Shefki Stubla ka shkru edhe ai libër për nonën Naile, thët, në librin, Shefki Stubla në librin e ti, ku shkruan për nënën Naile, thët, nëna Naile me bit e saj, qëndroj stoike dhe kur nuk u dorëzua, duke e ngritur lartë flamurin kombëtar dhe shqiptar. Sa më e madhe ishte dhuna edhe më shumë ngritje morali i luftës për çlirimin e Kosovës. Ajo dha kontributin e saj të çmuar gjatë gjithë jetës për lirinë e Kosovës. Kujtimi për nënën Naile mbetet i përjetshëm në historinë e kombit. A e priti lirinë nënën Naile? Jo, nuk e priti lirinë. Në cilën vetë vdeq? Nënën Naile ka ndru jetë para 31 vitet. Tash, janë bo 31 vjet, nuk e ka prit lirinë. A dhe luftën e fundit nuk e pas ka përjetu? Jo. 31 vjet nënën Naile ka ndru jetë.
pas ka shku me mall të lirisë. Me që ju kam ftuar edhe për librin edhe për rrëfimin edhe, a planifikoni me bon ai libër prap? Apo me këtë e keni... Jo, unë e shkruj. Okej, e keni pasion? Po, e kam pasion, na gjithë shkruj. Po. Shkruj Sabriu, i ka 30 libra të botume, Selatini ka shumë libra të botume, shkrujmë gjithë ka pak. Mirë, me që për librin duhet orë dhe kohë të tona me folë, po përveç fragmenteve që i ndajtët, gjatë shkrimit të librit, cili ka qenë, sepse këto kënë citatet e cilat i ke... Po, i kom gjerë nga shkrimet e njerëzve që jenë kanë pjesë marrës. Që mu kanë duk pak më... Po, cili ka qenë rrëfimi gjatë shkrimit që vërtet ty të ka emocionu? Sepse edhe libri kur shkruat, e ka ato të cilat ti duhet me ndërlidh temen, me zhvillu, po dikon ka një moment ku njeri edhe e shkruan për shumë pak me lët, e shkruan pak me... Po, gjitha rrëfimet kanë qenë prekse. Për njerin dhe rrëfimet që unë e kom shkru, dhe ka kom shkru, më kanë shku lët edhe... Je emocionu? Jo me emocionu, në më thonë edhe lët më kanë shku, jo një herë, po disa herë, është ngjarja e viti 1981. Në natën demonstratat e vitit 1981 i dim gjithë që kanë qenë demonstrata masive. Në ato demonstrata ka marrë pjesë i gjithë populli. Edhe unë. Edhe pse unë isha shtatzane në mujin e 8, me shpëtimin, djalin tem, po gjithsesim protesta duhet me dalë. Shtatzane. Mas i përfundun demonstratat, u shkepën, edhe filloj ke ora policore në ora 8. Unë shkova të nana, se nana e kisha më afer, edhe shkova me bujt e nana. Edhe pse aty erdhen, edhe tjerë për i demonstratave, për në ora 8 u du të më shpërnda se filloj ke ora policore. Tu nejtna me nanën, nana për thëtë, son të është rëzik, kanë me mi marrë djeltë. Se nana ka qenë edhe larkë pamse, gjatë jetës, i ka po gjonat shumë larkë. Jetë e mi i kanë halën sy, son të kanë marrë me mi marrë djeltë. Edhe shkun me flajt krejt, u bo koha me ra, Selatini shkojnë dhomë dhe te ka pas katin e 2 dhomën, unë me nanën dhe me motrën me leqen me të mposhtë. Ka ora, s'flajke nana, flaj nanë, jo, se s'po me rgjumi. Pritke se... Mos po vinë. Sonë të kanë me ardhë, e dheke. Ka ora 2:30, në rrugë nuk unike asnjë lëvizje, edhe unik veturat e policisë. Po jo një vetur, disa vetura. Edhe po thot nana, magvulja që se erdhen. Atëherë, nana është dalë edhe shku me njëherë naltë. Edhe i ka thonë Selatin, erdhen milicia. Aj Selatini veç ishtë njësë mu vesh, i kishni, se kemi pas shpinë me dritare në rrugë. Dërsa dyrt e sokakut, rëpdheshin i kemi pas dyrt e hekurit. Edhe ju më sheshin me shkelma, së mujshin. Unë qashto 7 zane, kom nga dhe me shku me qelë derën. Pa e dera e hekurt, edhe deri e kom qelune, ata janë hi... Nuk i di sa vetë, po atë natë, ajo marje e Selatinit ka qenë shumë e trishtushme se kanë qenë janë arë me marrë njësia speciale e Beogradit. Me thonë 30 vetë në ashti pak janë, edhe si e kanë qelë derën, mu më kanë shty njani, edhe më kam shumë e pëndrek, jënë bëzu, edhe janë hi edhe i kanë marrë se si pozicionet e veta. Me qizme, me shlema në kry, me automatik të tënë, unë atë në gjarje, kër e kujtoj, më duke që kur përshonaj film. Edhe ju kanë drejtu shpis Selatinit. Mas pari unë hi shpit Bedris. Se ata nuk e kanë ditë, a i thot Selatini, shknej, a knej. Se 2 vllazë dhe mi kanë jetu me një dhërë. Edhe
më shojnë derës, del Bedriu. E kapin, kap Bedrin edhe qesin në sokak. Deshon, me majice, me brek. Edhe e pështetin për Gilindera, edhe ja qesin automatin në shpinë. Mos lëves. Dur të naltë, pështet për Gilindera, automatin në shpinë. Edhe këta tjerë tash vinë me gjithë Selatinin. Për me marë Selatinin, e kishin marë ata edhe i Bush Klokoqin. I Bush Klokoqin me ta, ka qenë udhvash. Ai nuk ka qenë në uniform, si kur këta, ai ka qenë civil, sigurisht është orë mjë të regu shpinë, edhe ka pas automat në dorë, ka pas armë në dorë. I Bush Klokoqi? Në kom qenë në ty e kom përjetu vetë atë ngjarje. Selatini zbriti poshtë me nanën, unë isha poshtë, edhe me Elifën, me nusën e vetë, unë me motrën ishëm të shkallët. Edhe e pa ishëm ngjarjen. Skenën e filmit? Po, skenën e filmit. Ta është u përshëndet me Elifën, me nusën e vetë, u përshëndet me mu, u përshëndet me motrën, me leqen, edhe tash jërë radhë më përshëndet me nanën. Kër e kapi nanën me përqaf, tash nana nuk e lësheke Selatinin, po as aj nuk e lësheke nanën. Edhe, heq, se lësheqin njën e tjetërin. Atëherë, me qëtu në qëtë ofër kom qenë, i Bush Klokoqi ka zga dorën me armë edhe ka bërtit. Selatin, apo vjen, apo qes. Atëherë, nana e ka shu Selatinin, edhe Selatini e ka pas paltën, edhe ju ka këthyje i Bush Klokoqit. Qëtë brej pa ftyrë, e ka sha diqka. Atëherë, një nardhë, kanë marrë Selatinin, mendoj që ja kanë lidhë dhe... Edhe njerë, kam nevoj, i Bush Klokoqi, Po. Shqiptar. Shqiptar. Dhe më thonë, krejt ata polistë të cilët kanë qenë atë. Beogradit kanë qenë. Beogradit. Po. Nuk i thojnë, apelshën nga përqafimin nënën, po i thet i Bush Klokoqi lësho ose po të vras. Po. Atëherë, nana e lëshon, se sa e frigot nësë për i vret. Edhe Selatini e lëshon. Fare i shumë konë. Edhe i drejtohet, i Bush Klokoqit, thëtë, qëtë brej pa ftyrë. Atëherë, vinë ata, e kapin Selatinin. Sa her i kanë marrë djeltë në për Bushi, gjithmonë i kanë marrë natën, gjithmonë kanë qenë me treshtem. Po ajo natë nuk përshkruhet me asnjë natë tjetër. Që ata edhe kom qenë shumë emocione, e kom shkru se kom kajtë për nanën teme. Kështu që e murë Selatinin, nana me të shkallë. Edhe zani sajmë t'i gëllanë sat në vesh. Djali jam në dorë të Zotit, se gjithmonë lutja e nanës Naile ka qenë në dorë të Zotit. Dullën, e shtërë në Selatinin në gjipin e milicis, edhe këta tjertë, edhe unë shkova për mas qashtu. Ta ashtu shtatë zane. 8 muaj mund është me marrë me men, me këqyrë. Qa, kafe? Ta është me këqyrë, Bedri shka për i bojnë. Bedrina për marrin. Pse Se Bedria ishë për Gilindera, automatën e keshë shpinë, në rrugë, në sokak. Po. Edhe, kur hynë ata kërë gjithë, hynë, mos mbet asë një në rrugë, atëherë i fundit ka qenë milisi i cili e ka hjek automatin nga shpina e Bedris, është i edhe aj, edhe Bedri e ka liru. E liru nëse morën? Edhe unë tash, të nga, Selatinin e morën, po, Bedrin, shëqyrë dhe Bedrin që se morën e lanë. Edhe jem shku të nana, edhe kom bërtit, ana, Bedrin nuk e morën. Po, se tash ishtë frika që për i morën dëtë. Dëtë, po. Gjatë këti rëthimi, ka e kom shkru, kom pasë mjaftë emocione. Kërë u këthim, nana Naile, apet s'kajke, nuk kajke. Lotin, unë nanës Naile, kur njetë nuk ja kom pa. Një gru, fisnike, krenare, një patriote, me plët kuptimin e fjallës, se e tjilë ka qenë. Mas nej, emri i nënës Naile, unë menoj, u bo gogja shumë i njohur, kur vëllezërit e tu
Vëllezërit e juj ja vendosën emrin banjës në Naile. Ideja kujt ishte? Po mënaj kush e propozoi, sepse ishte propozim vërtet me vend. Ideja? Po, nashta ka pas nevojë edhe audienca me u shpjegu pse është emërtu. Sepse tash vërtet, kur e dëgjova këtë rrefim, vërtet jep kuptim. Jep kuptim këtë gjës. Kjo çka e shpjegove dhe Nëna Naile ka qenë një non e madhe. Një non e cila ka kontribu në çështjet kombit, ka kontribu, ju ka ndihmu veprimtarve të asaj kohe, në ato kohë të rënda që i ka kalu Kosova. Për emërtimin e banjës, Nona Naile, ideja e parë ka qenë e Sabriut. Edhe pse, ka pas njerë që i kanë thonë, pse s'ja kellon emrin Nona Teresë. Por, Sabriu ka dasht mjalon emrin banjës me përjetësu emrin e nanës me emrin e banjës. Sabria e ka propozu edhe na tjertë jemi pajtu gjithë. Mas ton aty në vujtjev, menaj që përveç që e meriton edhe emri një banje ose emri i një gjëje që përdoret, menaj që e kthen në rikujtes punën edhe veprën e Nënës Naile, të familjes Novosela dhe të juajnë. Për këtë libër, që unë fillimisht kom fillu me shkru, unë e kom shkru, kom dasht me zbardh ftyrën e Nonës Naile. Sepse Nona Naile nuk ka qenë vetëm nana e imja. Nona Naile ka qenë nana e gjithë shqiptarve. Këtë libër e kom shkru për fëmijët tonë, për nipat, për mesat, për të gjithë ata që do të vinë mas tyne, le ta dinë, le ta kuptojnë, kush ishte Nona Naile, që ka boni gjatë jetës saj Nona Naile. Por nuk ishte vetëm Nona Naile, kam pasu edhe shumë nona tjera, po edhe pse kom shkruar edhe për nona tjera në libër, po ky libër ju ka kushtu pikërisht Nonës Naile. Një mesazh me që po shkojnë drejt fundit e emisionit për fund? Për fund, kisha thonë, edhe i kisha lutë, të gjithë ata që dinë, që njohin nanat, si Nona Naile, ka shumë nana, motra, gra, cilat kanë kontribu në çështjen e kombit, mos mbesin harres, të shkruhet për to, të dihet kush kanë qenë ato nana, çka kanë bo ato gra, ato motra, ato nuse, gjatë gjithë jetës të tyre gjatë okupimit. Të zbulohen çka kanë bo, mos mbesin harres. Faleminderit shumë të gjitha nënat, motrat tona kanë dhënë një kontribut të pashoq e në veçanti Nona Naile. Unë ju falenderoj pafund që ishe pjesë e emisionit tonë. Për mua ka shumë dhe kënaqësi. Faleminderit shumë. Miqtë mi, këshimin e emisionin tjetër. Faleminderit shumë.